Një ditë pasi Këshilli I Mandateve është mbledhur për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për imunitetin e Belinda Ballukut si deputete ministre dhe njëkohësisht zëvendës kryeministre, në një konferencë për mediat, pesë anëtarët e opozitës në Këshillin për rregullorët mandatet dhe imunitetin në Kuvendin e Shqipërisë e kanë cilësuar të paprecedent veprimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi për të mos saktuar një datë të saktë për mbledhjen e radhës. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se opozita kërkon mbledhjen një orë më parë, pasi çdo ditë në liri e zëvendës kryeministres Ballukut cënon hetimin dhe rrezikon prishjen e provave. Dënojmë me forcë aktin e paprecedent që kryetari I Kuvendit me urdhër politik të Edi Ramës bëri gjatë mbledhjes së djeshme të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit gjatë shqyrtimit të kërkesës për t'i dhënë prokurisë posaçme autorizimin për të kërkuar në gjykatë arrestimin e zëvendës kryeministres, ministres infrastrukturës dhe deputetes Belinda Balluku. Ky është një akt politik I urdhëruar nga Edi Rama për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur korrupsionin e tij të zëvendës kryeministres dhe të qeverisë së tij. Si antar të Këshillit të Mandateve, përfaqësues të opozitës, kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhjen një ore më parë të Këshillit të Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në Kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit të Mandateve të zhvilluar një ditë më parë, kujtojmë se avokati I Belinda Ballukut kërkoi 3 javë kohë për të njohur me provat e SPAK. Nga ana tjetër, prokurorët e posaçëm deklaruan në mbledhje se do të ishte e mjaftueshme deri në 5 ditë, ndërsa nga ana e Këshillit të Mandateve nuk është caktuar një datë për mbledhjen e radhës. Me përfundimin e diskutimit dhe shqyrtimit të kërkesës, ky Këshill ka kërkuar 2 javë për të hartuar raportin e për t'i kaluar seancës për votim, ku merr edhe vulën përfundimtare. Vendimi për heqjen ose jo të imunitetit kërkon shumicë të thjeshtë votash, minimumi 71 vota. Kërkesa e prokurorëve të çështjes për heqjen e imunitetit të Ballukut është paraqitur në parlament menjëherë pasi gjykata kushtetuese pezulloi vendimin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke rikthyer në detyrë si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës Belinda Ballukun.